cili do që për shtatë, që i pa me sy, vjedhjen e zgjedhjeve, dhe shprehet për fitoret e Edi Ramës, përdor fjalorin e tij. Të lutem. Këto janë evidente. Cili është ai që nuk pa shpërndarjen e 100 eurove për çdo pensionist në një kohë kur pensionistët përbëjnë 48% të elektoratit? Qëndrimi ndaj zgjedhjeve për çdo njeri, cili do qoftë ai, është qëndrim i ndërgjegjës ti ndaj lirisë, vlerave të lirisë, cili nuk e pakte. Merë këto 100 euro, mjerë kujt, 48% të zgjedhësve, ka që janë ata që votuan. Cili nuk i pa, më thuj mua, faljen e 200 milion gjobave, 2 ditë para zgjedhjeve, cili nuk e mori vesh, mbjelljen e miliona rroj kanabis në 4 anë të vendit me licenca. Mos harroni, një bim, 1.000 euro ka prodhimin. Cili nuk i pa këto, kush nuk e pa xhabaftët në Vorë, kush nuk pa pojen në Durrës, kolegë tuaj që më të saktit që përshkruan gjithçka për këta, Suel Çelen në Elbasan, tjertë në Shkodër me radhë. Këtu nuk ka ndërgjegje njerëzore që mund të mohoj grabitin e zgjedhjeve, të zgjedhjet grabitura, të plaçkitura. Mos merrni, thash dhe njerë, e kemi pa dhe në 91-shin këtene, në 2001-shin, këto urime, përveç tjerës që ka dhe interesa për burgje, se kjo është i gashëm të ashtrojë Shqipërinë në megaburgun e gjithë kontinentit për të marrë mbështetje për zgjedhjet, po kjo dhe kjo nuk ecën. Jo nuk ecën, se janë vendet lira ato. Do ketë një dialog intensiv shumë të opozitës me kancelarit e vendeve të lira. Nuk kalohet duke shkelmuar votën e shqiptarëve, kërkund. Zotë Berisha, këtë plaçkën e vjedhur që ju thoni, prisni ta merrni nga mbështetja që do të keni nga Bashkimi Evropian, apo nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës që ende nuk kanë folur për zgjedhjet në Shqipëri? Urdhëroni? Plaçkën e vjedhur për cilën ju thoni se ju kanë marrë, u kanë grabitur. Prisni që ta merrni me një mbështetje të Bashkimit Evropian apo nga Shtetet e Bashkuara që ende nuk janë shprehur për zgjedhjet në Shqipëri? Saktësojmë. Të gjithë deklaratat janë paraprake. Ne jemi opozit që kemi faktur. We change the world. E bam në këte. E kemi bërë. Dhe të bëjmë tani e kemi tani më të mundur se kemi shumë më tepër fakte. Ku do thonë ju? Në të gjitha qendrat e mëdha. Në Kongresin e Shtetet Bashkuara, Senatin e Shtetet Bashkuara, në Parlamentin Evropian, në Këshillin e Europës, në Asamblenë Parlamentare të OSBE-s, në ODIHR, pranë qeverive të vendeve të lira. Ka ky popull, e drejta e këtij populli do të mbrohet për votën e lirë. Do mbrohet. Zoti Berisha, Nesti Bariame me Adysienen. Po, duke mos mohuar asnjë prej akuzave tuaja që për manipulime dhe vjedhje të zgjedhjeve, a ka nevojë Partia Demokratike për një analizë brenda saj për të kuptuar edhe ku kanë shkaqet brenda vetes? Prit tani se marrim gjysmën e parë. Janë të mijat apo edhe tuajat këto? Ja hull poshtë njërin prej tyre. Ja ku jemi, ja prit një minutë. Jo, një minutë. Mor, hidh poshtë njërin nga këto pretendime. Pra, këto nuk janë të mijat, janë të çdo njeriu
që beson tek vota e lirë, që thot qytetari im do të shpreh vullnetin. Po ju s'mund të imagjinoni se çfarë është bërë. A më thonë, po i dini, pjesa e parë, pjesa e dytë tani, Ka nevojë Partia Demokratike për një analizë të saj të brendshme për të kuptuar edhe brenda vetes shkaqet sepse qytetarët nuk arrin që të marrin besimin tuaj, por gënjen me ato 100 euroshin e Partia votës. Demokratike në emergjencë duhet të përcaktoj rrugët e daljes e mbrojtjes së votës shqiptarëve dhe pastaj të gjitha tjerat. Por emergjencë është zgjedhjet e grabitura nuk i falen kur narkodiktatorit e Edi Rama. Cili do që mendon ndryshe, le të hedh poshtë njërin nga faktet që kemi paraqitur se për kësaj here, gjërat bazë janë publike, i bëri me vendime qeverie Edi Rama. I bëri me vendime qeverie. Nuk la, nuk po merri me ato të nëndheshmet. Xhabaftet dolin haptas dhe i dhanë Blendi Xhabaftit 5.500 vota, të dytit Kepati i dyti merr 500 vota, 10 herë më pak se një hajdut i shpifur siç është Blendi Gonxhia. Ata dolin haptas, ata nuk e fshehen. Ose lexoni shkrimet për Xhavzotaj, për Pojen e tjerë, për Elbasanin, për kudo. Kështu që kësaj here gjërat janë evidente. Dhe kjo është luftë e vërtet për vlerën më themelore të lirisë, që është vota e lirë. Besoj se bjem dakord për këtë. Dhe unë kam besim edhe tek mediat, që do të qëndrojnë fuqishëm. Natyrisht, ato të pakapurat, se të kapurat do shlirohen vetëm pas fitores PD-s. Zoti Berisha, Bekim Vici, Top News. Nëse shohim rezultatet e deri tanishme dhe rezultatet përfundimtare paka shumë pa votën e diasporës për votën e subjekteve politike, rezulton se Partia Demokratike apo Sali Berisha i ka të njëjtat votat të tij. Pra, mbështetësit e tij i ka, por nga ana tjetër rezulton që nëse do të shohim votat preferenciale deri tani të kandidatëve, rezulton se 3 apo 4 persona kanë punuar, sepse duket në vot dhe përjashtuar të tjerët që rezultojnë për mendimin ton jo dhe aq efektiv. Të paktën e tregon vota. Nga ana tjetër, Ilir Meta, të cilit ju i keni dhënë 4 vende të sigurta, nuk arrin dot të sigurojë deri në këtë moment as 1800 vota. Sigurisht. A mendoni ju që lista e hartuar nga ju dhe mbështetësit tuaj, zyrtar të tjerë në Partinë Demokratike, ishte ajo që solli një pjesë të fajit për këto rezultate? Mendoj se lista e hapur e Partisë Demokratike ka kandidatura të shkëlqyera. Edhe e them këtë me bindjen më të madhe. Ka vajza dhe djem, burra dhe gra me një CV ndër më të admirueshmet. Dhe ju nuk mund të më thoni një prej tyre pse është dhe edhe më thoni për cilin që unë të përgjigjem. Jo, një minutë, të lutem. Tani, ai po flet për listën e hapur, se po flasë për votën preferenciale. Spari. Jo, lista e hapur është e votës preferenciale, apo jo? Lista e mbyllur nuk duket se të Priti ketë punuar minutë. për dhënë rezultate të hapura. Ju ishit e lista e hapur, me sa kuptova unë. Dhe për sa i përket Ilir Mec, sigurisht ati i bëhet lufta më e egër që është bërë njeriu ndonjëherë nga armiku kryesor